Pograt e Cartë pas ndeshjes së barazuar në fushën e tyre javën e kaluar me Matjanët, kërkojnë me pakta një pikë në transfertën e kësaj jave me Tomorin. Për këtë, gjatë gjithë këtyre ditëve, trajneri Mahmudaj ka parë dhe riparë në kushte loje gjithë lojtarët e gatshëm për të vendosur më pas për ata që do e nisin lojën nga fusha në transfertën e së shtunës. Nuk përjashtohet të ketë ndryshime në grupin atyre që e nisin nga minuta e parë këtë ndeshje, edhe për atë, se pas takimit të barazuar me Burrelasit, vetëm pak ditë më parë Mahmudaj e ka ndarë mendjen për të nisur me të tjerë takimin me Tomorin. Nesër gjithnjë nga ato çfarë janë parë në stërvitjen e këtyre ditëve të para të kësaj jave janë të gjitha gjasat që pengu të luaj brenda mes fushës ngjitur me Jahjan, çka tregon se i pari i stolit liqenor është duke treguar kujdes për mes fushën në këtë takim jashtë shtëpia. Me pengu në mes fush nuk përjashtohet që të jetë toplari në sulm bashkë me Çekiçin, lojtari i cili është duke kaluar momente të mira këtë sezon. Por janë rritur shanset që edhe Shkullaku të jetë nga minuta e parë në krahun e majtë të mes fushës këtë javë, ashtu si të shpritet lëvizja e Purës nga krahu i djathtë mes fushës në një vend tjetër në mbrojtje. Me kaq shumë lëvizje nga ato që kemi parë një javë më parë, trajneri i skuadrës Pograt e Cartë tregon më së miri se është tepër i interesuar për të pasur një lojë në këtë ndeshje të cilën sigurisht e do të fituar.